Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të kaluar tek Ferma VIP 2. Ferma VIP po bëhet çdo ditë më interesante, diskutime, debate, batuta, surpriza, momente dashurie, emocione, lotë buzëqeshje, të gjitha përfshihen brenda kësaj shtëpie që në fakt po mban shumë gjyra dhe po bëhet dita ditës dhe më interesant. Një muaj brenda këtij formati, një muaj me shumë intensitet, një muaj me shumë gjallëri, një muaj me shumë debate, një muaj me puthje, një muaj me marrëdhënie intime, do me thënë është kryer çdo gjë brenda kësaj shtëpie. Pas dimit të hershëm dhe një kafeje të përbashkët në verandën e shtëpisë, banorët e fermës nisën ditën me energji pozitive. Kryefermerja e javës, Big Mama, mori rolin drejtues dhe bëri ndarjen e detyrave për të gjithë fermerët. Si zakonisht, punët u shpërndan mes hapësirave të brendshme dhe atyre të jashtme. Disa u angazhuan në stalla për të kujdesur për kafshët dhe ambientin përreth, ndërsa të tjerët u fokusuan në sistemin e shtëpisë. Big Mama dhe Big Basta u përfshin në pastrimin dhe rregullimin e kuzhinës, duke u siguruar që çdo cep i saj të ishte i pastër dhe i organizuar. Në të njëjtën kohë, fermerja Alba ishte e zënë me pastrimin dhe rregullimin e dhomës së gjumit, duke punuar me përpikmëri dhe për ta lënë atë në gjendje të shkëlqyer. Deri në këtë moment, gjithçka po ecte sipas planit dhe në një ritëm normal. Shpërthimi i tensioneve dhe përplasja mes Big Mamës edhe Albës. Pavarësisht fillimit të mbar, dita mori një kthes të papritur. Në mënyrë të bëftë, një debat i ashpër shpërtheu mes Big Mamës edhe Albës për mënyrën se si ishte kryer pastrimi i dhomës. Big Mama hyri në dhomë me tone të larta dhe kritikoi Albën për punën e saj, duke bërë një koment që shkaktoi reagim të menjëhershëm: "Bëhu pak femër." Alba kundërshtoi deklaratën duke shpjeguar se kishte pastruar në mënyrë korekte dhe nuk kishte përdorur të njëjtën leckë për hapësirat sanitare dhe ato të fjetjes, por Big Mama nuk e pranoi shpjegimin dhe i rikujtoi se ajo ishte në pozicionin e autoritetit si kryefermere, duke thënë e prerë: "Po të jap urdhër, jam unë kryefermerja dhe jo ty në asnjë mënyrë." Por si vazhdon mëtej? Debati u përhap me njëherë në të gjithë fermën, duke shkaktuar komente nga banorët e tjerë, pavarësisht epizodeve të mëparshme ku të dyja kishin treguar përpjekje për të ruajtur një marrëdhënie normale. Duket se situata mes Big Mamës edhe Albës është përkeqësuar sërish. Më vonë gjatë ditës, teksa Big Mama dhe Nur po merreshin me punët jashtë shtëpisë, ju bashkua edhe fermeri Limi. Ata zhvilluan një bisedë ku Big Mama shprehu se kishte tentuar t'i jepte mbështetje Albës, duke e përqafuar, lavdëruar dhe inkurajuar që të vazhdonte përpara me vullnet. Në bisedë ajo tha se ishte përpjekur të sjellë një njeri me mirëkuptim, duke marrë parasysh se ndoshta Alba kalonte një situatë të vështirë personale. Megjithatë, Big Mama shprehu zhgënjimin e saj, duke theksuar se kur mirësia keq kuptohet apo keq përdoret, ajo është e detyruar të ndryshojë qasje. Nëse mirësia më përdoret kundër, do të bëhem e keqe, edhe pse e kam trajtuar si vajzën time. Në ndërkohë, Nur pyeti Limin nëse kishte ndonjë mospëlqim ndaj saj, por ai u përpoq ta siguronte se nuk kishte asnjë gjë personale. Pavarësisht kësaj, u kuptua se dinamika në grup po ndikohet nga hatërmbetjet dhe tensionet që nuk janë zgjidhur plotësisht. Në përfundim,